Detajet të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë në zhymë të Lushnjës ku 45 vjeçari Florian Dalladaku vrau nënën e tij dhe plagosi rënd të atin. Pas krimit ai tentoi të largohet me automjet, por u arrestua rreth një orë më vonë pranë spitalit të Fierit. Pas arrestimit Dalladaku shoqëruar nga policia dhe është marrë në pyetje nga grupi hetimor, por para hetuesve ai ka zgjedhur të mos flasë, duke lënë ende të paqartë motivin e sulmit ndaj prindërve. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:20 mbrëmjes. Sipas të dhënave paraprake, 45 vjeçari ka përdorur një sopat për të goditur prindërit e tij, 80 vjeçaren Fanie Dalladaku dhe 77 vjeçarin Hasan Dalladaku. Nëna nuk mundi të mbijetoj plagëve dhe humbi jetën, ndërsa babai u dërgua fillimisht për ndihmë mjekësore dhe më pas në spitalin e traumës në Tiranë. Ai ka marrë dëmtime të rënda në kokë dhe vijon të jetë në gjendje kritike për jetën. Pas sulmit, 45 vjeçari ka marrë automjetin e të vëllait dhe është larguar nga banesa. Arratisja e tij nuk zgjati shumë. Policia e lokalizoi pranë spitalit të Fierit ku dhe u bë arrestimi. Në automjetin me cilin po udhtonte të largohej, hetuesit kanë gjetur edhe medikamente antidepresive. Paralelisht, policia po verifikon historikun e tij shëndetësor dhe trajtimet që ai ka marrë ndër vite. Banorët e zonës thonë se Dalladaku kishte shfaqur prej kohësh probleme të shëndetit mendor dhe se ishte shtruar në spitalin psikiatrik në të kaluarën. Sipas tyre, pas trajtimeve ai është kthyer sërish në banesë tek prindërit. Banorët tregojnë gjithashtu për një episod të dhunshëm disa muaj më parë ku 45 vjeçari dyshohet se ka qelluar me armë gjahu në drejtim të dyerve të disa banesave në fshat. Shumë e keq është familje e mirë, punëtore, po ky djali që ka qenë pak zë me probleme mendore. Jo, po tani para aty vinë kështu rrugëve aty nga aty deri tek ajo, nga klubi aty te Hasanit deri tek shtëpia aty. Këta e çun vjet duke të çun në Elbasan tek ajo. Si këtë bëri këtë polvën e madhe, se kishte probleme me familje edhe për para. Ky kishte probleme, ishte kurazh, tani i thë e pyeste jate, hej mora i lagjet i mora. Erdhi ora, duash qora atje ku duash qora, u rënduaj, pa ik shenjat i dha, ka vite, unë kam qenë Greqi në ato kohra, dhe bëri një skandal në para. Lagosjet e gjim metën atje, pastaj. Sigur u stabilizua. Dalladaku rezulton të ketë edhe një precedent më parshëm penal pasi vite më parë ka plagosur një person. Hetuesit po verifikojnë nëse këto episode kanë lidhje me gjendjen e tij të mëparshme dhe nëse ka patur ndonjë konflikt të fundit brenda familjes. Ndërkohë në banesën e familjes Dalladaku janë hapur dyert e mortit për 80 vjeçarin Fanie. Familjarët po përgatiten për ceremoninë mortore, ndërsa i shoqi i saj vijon të luftojë për jetën në spitalin e traumës. Policia dhe prokuroria po vijojnë hetimet për të përcaktuar dinamikën e plotë ngjarjes dhe mbi të gjitha motivet që çojnë në sulmin fatal ndaj dy prindërve.